Muaji i Ramazanit është edhe muaji i bujarisë. Ndaj profeti në këtë muaj e shtonte bujari. Po pse? Allahu është bujar dhe i do njerëzit bujar. Kjo është e para. E dyta, muajin e Ramazanit Allahu e shton bujarinë. Fal njerëz, mëshiron, shpëton nga zjarri i xhehenemit, pranon lutjet ndaj profetit duke shpresuar në bujarinë e Allahut. E shtonte bujarinë në Ramazan. Dhe ne ta shtojmë bujarinë muajin e Ramazanit. E treta, kush ndihmon agjëruesit, merr një lloj si shpërblimi i tyre. Kush i jep ushqim një agjërues, ushqim iftari, do marr një lloj si sevapi i tij, pa aty nuk i paksohet sevapi. Kështu është sipas një hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam. E katërta, nëse njeriu arrin të bëjë bashkë 4 vepra, do fitoj pallatin e mrekullueshëm në xhenet. Ka thënë profeti në një hadith, në xhenet janë disa pallate të mrekullueshme. E brendshme e tyre duket nga jashtë, dhe jashtë e tyre duket nga brenda. Dhe këto pallate të mrekullueshme, Allahu i ka përgatitur për ata që kanë këto 4 vepra. E para, ushqejnë njerëzit. E dyta, flasin mirë, nuk flasin keq. E treta, agjërojnë rregullisht. Dhe ne mund ta përmbushim këtë vepër në Ramazan. E përmbushim këtë vepër në Ramazan, sa agjërojmë. E katërta, ai falin namaz natë kur njerëzit janë gjumë. Dhe ne mund të falim namazet e taravime. Që të katërta këto vepra ne mund t'i bëjmë në Ramazanit. Dhe mund t'i arrijmë këto pallate të mrekullueshme në Ramazan, Allahu subhanahu wa taala na boft prej tyre. Në qoftë se njeriu jep sadaka, bën mirë, muajin e Ramazanit ka shanse dhe mundësi më shumë që t'i falen gjunahet. Sepse agjërimi është sebeb për fshirjen e gjunaheve dhe sadakaja sebeb për fshirjen e gjunaheve. Po kur të dyja bëhen bashkë, atëherë sebebi është më i fortë për faljen e gjunaheve.